kërkuar zonja Zegjine Çavushi. Faleminderit, i nderuar kryetar, të nderuar kolegë deputet, është e papranueshme që në këtë seancë edhe si çdo herë tjetër të dëgjojmë të njëjtin fjalor. Jo, nuk ka përfalje, por këtu ne jemi pasqyra e atyre qytetarëve me mira që na ndjekin nga pas, edhe kjo sjellje të vazhdoj kështu në çdo seancë nuk mund të pranohet. Besoj se në grupin tuaj parlamentar keni mjaftueshëm jurist, por dhe një jo jurist mund të arrit ta kuptoj rregullore dhe pikërisht nenin 44.2. Kini kaq shumë seanca që e kërkoni fjalën për procedurë edhe për atë që niset seanca për të rregulluar proces verbalin, po askush nga ju nuk është ngritur dhe të thoj kjo fjalë e shkruar në proces verbal nuk është shkruar drejt. Por jeni marrë vetëm me ofendime për program, për diellën e për çdo gjë tjetër që ju vete keni pasur mundësinë që të arrini ta dëgjoni atë program dhe ishit ju të nderuar kolegë deputet, të cilët e kthyet atë seancë të parë që ne deputetët e rinj me zi po e prisnim, arritët ta ktheni në një kaos. Kështu që të lutem të kthehemi në normalitet, me atë konsensusin e duhur, gazi patjetër, nuk është se atë sjellje ka gazi edhe ju të tjerët që si gazi do përfundoni. Faleminderit. Mirë.